Besoj se përgjigja qëndron në vetë pyetje, në ndërthurjen e këtyre pyetjeve. Ajo është një virtyt që buron nga lart, por njëkohësisht edhe një domosdoshmëri nga poshtë. Besoj që kemi një vërejtur që po thënë bashkëjetesë e jo tolerancë, për shkak se ne jemi për të tolerancë. Jemi të bashkë ekzistenca, jemi të bashkë veprimi, të bashkë punimi, të bashkë rendimi, pra jemi të bashkëjetesa e komuniteteve fetare të ndryshme. E këto angazhime pasqyrojnë përkushtimin tonë që trashëgimia fetare të mbetet një urë lidhëse e dialogut, respektit dhe bashkëjetesës ndërmjet komuniteteve. Në Republikën e Kosovës, diversiteti kulturor dhe fetar mbetet një ndër shtylla themelore të shtetit tonë demokratik dhe gjithëpërfshirë. Kontributi të gjitha komuniteteve fetare në jetën shoqërore, arsimore, kulturore është i çmuar dhe përbën pjesë të rëndësishme të zhvillimit e përparimit tonë të përbashkët. Në përputhje me temën e kësaj trueze, bashkëjetesa ndërfetare ndër ne, virtyt hyjnor apo domosdoshmëri shoqërore, besoj se përgjigja qëndron në vetë pyetje, në ndërthurjen e këtyre pyetjeve. Ajo është një virtyt që buron nga lart, por njëkohësisht edhe një domosdoshmëri nga poshtë, për paqen dhe zhvillimin e shoqërive tona. Në këtë frym, komunitetet fetare në Kosovë mbeten partner të pazëvendësueshëm në ndërtimin e një të ardhme e cila bazohet në besim, respekt dhe harmoni për shoqërinë të qendrës.